Konsideroși că s-a format niște superspita, javës 28 e gata për sti. Jam në kolegun tim të një njohë dhe të ta e një sportivarë të janë se e një Baku atmosfera jashtëzakonshme. Fantastike. Fantastike. Është ndeshja javës së 28, që është java e parë e fazës së 4, faza finale të kampionatit kombëtar të futbollit të Abisonit Superiore. Temperatura është ideale, stadiumi më i lushëm, kanë dy tifozë, kanë ardhur nga Shkodra, si thoni ju Baradishun, dhe terreni në një gjendje fantastike, të që një gazetar dhe një pasionant i çmendur si unë nuk mund ta vinte kurse si pa e parë këtë ndeshje. Faktikisht nuk vazhdi, po të tjera skuadra, po të vazhdi edhe në Novë Borisë, po dhe jashtë saj. Po veçan të shikon që dëshqit e ka moshuar dhe kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, që është në tribunën e Më vjen shumë mirë sepse ka filluar shumë të vit të ndjerë kampionatin shqiptar, edhe pse pas rizgjedhjes punon fort, pra shikon në terren atë punën e tij, kështu që patjetër që kur vinë në personalitetet më të larta të futbollit shqiptar, që është numri 2 i UEFA-s, patjetër që e nderon këtë sfidë. Ka nisur shumë e shpejt kjo ndeshje, në të dyja zona kundërshtare ka episode interesante. Po, dëgjoj, kjo hyn ka ato ndeshje ku thash nuk është përcaktuese, por është ndeshje që ka të tre rezultatet, sepse janë në terren, por në mendimin tim dy skuadrat më të mira aktuale në futbollin shqiptar. Vazhdo kryesuese me 2 pikë të kësaj gare, dhe ta marrë skuadra që kryesuesin e pasë ndeshjes. Dëgjoj, dhe do të bëjmë në fund me përgjithësimin e pikëve, vazhdon të ishte 1 pikë total Agnates, nëse ndalon kampionatin tash, thash është një sfidë shumë interesante ku i ka brenda të treja rezultatet. Ishim e vend bakën, dhe të dojnë në një osë Ramadianës, Faleminderit Ervin. Faleminderit. Urojmë të shijojmë. Patjetër. Fitat futboll.